0 orë para ekraneve. Sa është e vështirë, Mireta, për ty? Shumë e vështirë, Besa. Shumë e vështirë. Sa do në përkushtim kjo pjesë? Sepse është shumë e vështirë mi largu fëmijët tërësisht nga ekrani. Shumë e vështirë, Besa. Është e vështirë, shkaku që na duhet më mirë pastaj gjatë gjithë kohës me ta edhe të gjitha gjana dhe obligimet që i kemi në fakt jashtë fëmijëve ne duhet me luajnë shkaku i tyre. Tashti, do me thonë, një herë ose 2 herë në javë, pasi që krijoni arriti moshën 3 vjeç, e ka që mundet me këshyrë ndonjë provallë shqip. Po vetëm kur unë jam aty prezent, edhe kur na e komentojna bashkë ato. Do me thonë tash për shembull ujku dhe 7 kecat e kemi gjetë shumë mirë, të cilën po e shohim ndonjëherë edhe në ekran, mirë po e kam vetëm 1 ose 2 herë në javë, nga gjysmë ore. Shpirti i bukur nëse ti shkon larg, pastaj nuk mundesh ik kjo kabulla. Edhe e kemi gjetë kusulkushën e cila është në YouTube të cilën mundemi me pa. Nëse diçka tjetër krijone nuk prezantohet para teknologjisë, as para telefonit. Do me thonë telefoni nuk e kemi problem edhe i lojmë të gjithë telefonat, asnjëherë nuk është që i prek, sepse tash ju ka bu rutinë, edhe në fakt nuk e din çka ka brenda, vetëm kur na thirr dikush me kamerë për shembull. Për ndryshe jo, asnjëri as tjetri, sidomos tash edhe djali tjetër është 2 vjet e gjys, ato edhe nëse don për shembull, i them, hajde tash me këshirum 7 keca, që duhet me qenë afër edhe m'ja komentu për gjysmë orë të cilën ndoshta unë ja lejoj televizorin, ai nuk rren. Do me thonë ka qef me luj gjatë gjithë kohës, nuk i shansa me marrë me ujë 3 sekonda para ekraneve, sepse ju ka bu tash i rutinë, është janë angazhuar me gjanat e tjera, nuk kam varësi. Edhe për krionin që ka mami psikologe dhe kupton shumë mirë ndikimin e saktë të teknologjisë tek fëmijët. Po tregon pak, a mendon që në këtë moshë që është krioni, librat munden me i zhvillu dhe zhvillimin logjik, kritik, sa bën pyetje krioni kështu gjatë komentimit librave? Tash jemi, do me thonë, atë pjesën që Gjoagji ja ka gjitë mikrofonin. Jemi në atë pjesën Besa që i thëmë mami, vetëm pak. Një herë e pelexojnë, ase ka libra të rritë, cili këta dojnë, do me thonë janë tepër kurreshtar me di se çka po ndodh atë. Edhe mami prit se nuk po di as unë se çka ka ndodhur. Hajde një herë e pelexojna. Hala pa e përfundu mirë fjalin, vinë edhe 10 pyetje prej dyve. Mami çka është kjo? Po përveç do me thonë për librat që bën pyetje krijoni, bën pyetje gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë kohës, është i interesuar për gjithçka. Edhe pjesën e komunikimit, do me thonë, ka shumë logjik. E kur ka qenë edhe më i vogël, krijoni ka qenë logjik, pjesa e interpretimit të gjanave, i ka thonë në mënyrë logjike shumë. Mirë po tash, librat i ka ndihmu dhe me... U bonata. Çka po shatje krioni? Çka ka? Është nota? E çka duhet me bukur bëhet nota? Çka duhet me bukur bëhet nota? Jo, të shtëpia kur bëhet nota, çka bëjmë na? U hitë nota, Gjoagja. A friksohet krioni prej notës, a jo? Jo. Besa vunë kemi fillu me po natës, se zakonisht kam flejt në orën 7 e gjithë dimrit e kemi po natën, ma shumë, a verës nuk e kemi po, dhe me thonë, ersirën, se kam flejt gjithmonë heret. Janë sakte dhe në këtë orarin e gjumit, nuk e në shkaloj. Jo, në asë në situatë, Besa nuk e kum leju që këta ju prish rutina. Ndoshta unë e kam qenë pak më strikte se që duhet, mi po kjo ju ka ndimu shumë, se tash nuk e kam problem pjesën, do me thonë pjesën e rutinës këtyre, si të pjesa e ushqimit, si të pjesa e gjumit, e kam shetë në atë në shpiti bukur, po. Po gjithsesi, gjithë kjo rutinë do goqa shumë për kushteme dhe është lodhje e madhe, sigurisht. është një lloj sfide në vete, po